Përshëndetje, mirë mbrëma të nderuar miq, mirë se takohem në emisionin e dytë të radhës. Super Sfida. Super Sfida është një format i ri për gjithë ata që tani janë kyçur, nuk e kanë pa emisionin e kaluar, është një format internacional me suksese të jashtëzakonshme, e njëjta arriti edhe në skenën e Super Sfidës në Shqip. Ashtu, javën e kaluar patëm dy ekipe jashtëzakonisht të mira, ishte një dramë e madhe, emocion mbi të gjitha show. Rezultati mbaroi 47-50 në favor të ekipit Zyrja për gjithçka. Organizatorët e kësaj gare, si gjithmonë edhe personte, kanë organizuar dy ekipe mjaft interesante. Edhe ata vinë nga bota e mediave, në fushën e tyre janë konkurrent jashtëzakonisht të madh. Ta shohim se çfarë rivaliteti do të na sollin ata në skenën e Super Sfidës. I ftojmë grupin Jabanxhi të KTV-s. Alba, përshëndetje. I ftojmë në skenë edhe ekipin e RTK-s. Kentiana, Mirmama, Pra të ndëruar me që to janë dy ekipet cilat do të ballafaqohen në garën e sotme. Sigurisht që lojrat i keni pa, keni ndonjë koment nga lojrat, jeni përgatit? Kena prit pak ma super sfit, ama në shkojmë në emisioni, jo kundër të kësë, po okej, po ma në pjesë. Sfide le do të shohim, për ata dhe jemi këtu, ta shohim se çka po na sjell ekipi RTK-s, edhe çfarë përgatitje keni marrë me veti ekipi KTV-s. Kjo është gara jonë. Gjithsesi, ne do të argëtohem këtë, nuk do të thosë se kjo do të jetë një garë. Po, Gentiana, deshet të... Këta zakonisht nuk besojmë që këtë shojmë vetin që janë të 4, të 5, atë gjasër të garonishë, definitivisht. Nuk do me thore... Me që jeni publik, me që televizioni publik po, por edhe KTV-ja, sukseset e tyne janë pa nashkalume. Të dyja në televizionet kombëtare, të dyja garojnë për kualitet, për cilësi, mbi të gjitha shikuesve ju sjellin ato çka është më nevojshme për neve. Atëherë, të dashur miq, ju në studio, edhe ne mezi po presim ta shohim se cila është loja e parë. Top. Në mesën e fushës vendoset topi i basketbollit dhe dy garuesit duhet ta godasin atë me topa të tenisit për ta shtyer topin e basketbollit deri te vija e bardhë e pjesës së kundërshtarit. Ai i cili kalon vijën e bardhë e fiton lojën. Garën e fiton ai i cili i pari fiton 3 raunde. Loja ka 5 pikë. Pra, si që pamë edhe prezentimin, loja e parë është top me top, një garë shumë interesante, por para se të fillojmë garën, së pari t'ju njoftoj dy ekipet. Pra, ekipi KTV-s është Alba Morina nga Top Koa Express, Drin e Jupi, gazetari sportit, dhe Amer Mjeku nga Talk e Sferes. Që të përbëna në emisione? Pra, ekipi i RTK-s është Resul Sinani, Gentiana Begolli dhe Driton Beqiri. Pritet një garë shumë e fuqishme, një ballafaqim shumë interesant. Ta shohim lojën e parë se kush do të jetë nga garuesit e dy ekipeve. E keni përzgjedhur Resuli dhe Drini. Drin, merr në pozicionin. Mirë, Drinin e njojnë gjithë si sportist, ta shoh edhe unë sa do t'i rezistoj. Ka bën më afër? Ku duhet kjo?
Këtu duhet apo mund të afrojmë këto? Ku dush e vendos, ku do. Vetëm kujdes mos u fotni brenda Okej. vis gjelbert. Kur t'jeni gati mund na njoftoni. Veç jepeni shej edhe... Okej. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Mund të nis loja, së pari një tuar trokitje për këta dy garues, t'i japim pak kurajo. Resul mos na e merr ftyrën. Ja, qojmë është të Drini ai që fiton pikën e parë. Raundi i parë për ekipin e KTV-s. Ishte një goditje po fatale. Një për një. Drini E tregon aftësinë e tij. Atër filloj me raundin e dytë. Është Resuli ai që ka kapur topin më mirë tani, mirë po e largon Drini. Resulit i duhet më shumë fuqi në hedhjen e topave të tenisit. Së paku ta barazoj rezultatin, apo jo? Loja duhet ndërpritet. Resuli është fut në fush. Ai, ka dy rregullat. Dola, Vazhdoni. Hajde, 3, 4 tash, shko. Shojmë se cili prej këtyre dy garuesve do të fitoj raundin e dytë. Shkojmë pak me kurajo për KTV-n dhe RTK-n. Më afër është Resuli që ta fitoj. Mirë po e largon Drini topin. 1-0 në raunde momentalisht për KTV-n. Po më ndihmoni me këtyr. Topi sërish te gjysma e fushës i afrohet Drinit. S'po dën me shkur, s'po dën. Shumë afër për ta kaluar. Dhe nuk e kalon atë vijën fatale. Resul kthem mbrapa, lutem. Çfarë? Ja, Drini shumë afër për ta fituar dhe pikën tjetër. Mirë po nuk e lejon Resuli. Mos u fut fush, Resul, mos u fut fush. S'po shkon. Resuli është duke bërë hile më duke. Jo, vallahi. Shumë afër për ta fituar këtë pikë është Resuli. E ka përcyer topi. 1-1 pas raundit të dytë. 1-1 pas raundit të dytë, ju përsëris edhe njerë që pra mos u futni në fushën e gjelbërt të dy garuesit. Vetëm edhe një raund deri në fund. E kemi vetëm Ma gjallë mos po mu ja qëlloj. Drini përqendro Kondicionin në çdo nivel. Loja e parë ka 5 pikë. Hajde. 3, 4, startojmë tani me raundin e tretë dhe të fundit. Shojmë se kush do të fitoj, publika, për kë jeni ju? Një taktik interesante e Resulit. Resul këtheu prapa. Resul mos u fut fush, Resul. Resuli është afër dhe Drini ka fituar. Pikët e para për ekipin e KTV-s. Bravo, Drini. Drin që dorë. Gazetari sportit jo veç në tjetër. Ma i saktë se basketbolist është, ti shken me kam të laj. Bravo, Drini e të regoj edhe hobin e tina. Ta shojmë tani rezultatin. Shumë e kompliku tish, s'pu ja qëlloj. Loja e parë është në favor të ekipit të KTV-s. Drini ekipit të vet i sjelli 5 pikë. Ashtu dhe si priti. Rezultati është 5-0. Na ka mbetur sfida e dytë. Ta shohim se cila është gara e dytë. E pa qartë, neve në shfaqet një fotografi e një personi apo produkti marke të njohur. Ju duhet të tregoni se kush është në këtë fotografi, apo çfarë shihni në të. Fillimisht ajo shfaqet shumë e turbullt dhe shkon duke u qartësuar.
Në çdo moment ju mund të përgjigjeni, por i pari që përgjigjet është ai që e shtyp gongun. Nëse përgjigja është e saktë, atëherë fiton pikë. Nëse përgjigja është e gabuar, atëherë pikë fiton kundërshtari. Kjo garë ka gjithsej 3 lojë. Kandidati apo grupi që fiton më shumë pikë është edhe fitues i kësaj gare. Fotografia mund të jetë e personave publik, logo të emisioneve ose markave të njohura. Gjithsej ka 3 raunde. Kjo garë vlen 2 pikë. Pra e pam edhe lojën e dytë e paqartë, e keni zgjedhur lojtarin kush do të luaj? Një quiz i vogël, Alba dhe Gentiana. Hajde të këshyrem. Hajde, këtë vëjen? Jeni gati për lojën? Po. Gati jem, mund të startoj me raundin e parë. Dhe pak, largon edhe dorën mëse afroni. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka është gati që garuesit të startojnë me fotografinë e parë që do ta shohim se cila prej këtyre dy garueseve do të jetë më e shpejtë, pra ai që e prek gongun i pari ka të drejtë të japë përgjigjen e para në këtë rast. Të shohim se cila prej dy garueseve, a do të jetë ajo e KTV-s Alba apo e RTK-s Genta që do ta qëlloj fotografinë që e kemi përpara. Shumë afër është Genta. Kush është i pari? Genta. Cila është përgjigja Genta? Gentën ta presim përgjigjen e Gentës. Angelina Jolie. Përgjigja e saktë. Përgjigja ta shohim. Përgjigja është e saktë. Raundi i parë për ekipin e RTK-s. S'po shihet mirë prej dritave. Ekipit të RTK-s ta presin tani edhe raundin e dytë. Përqendrim ju duhet të gjithë ekipi mund të inkuadroni. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka gati për startin e lojës së dytë, raundit të dytë. Shohim se kush është në fotografi. E dëgjuat Albën më herët se për shkak të reflektorëve po e ka problem të shoh, humbësit zakonisht kanë arsyetime. Të shohim se kush do të jetë më i shpejt në prekjen e gongut në këtë raund të dytë. A do të jetë Alba apo Genta? Është Genta sërish. Cila është përgjigja? Ju lutem publiku që cilë, asë kush nga publiku, ju lutem mos flesni. Përgjigja Beyoncé është e saktë. Edhe pika e dytë. Në favor të ekipit të RTK-s. Pjalo këtë vëst. Shkojna me raundin e tretë. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Atëherë të shohim se kush do të jetë në fotografinë e tretë që e keni para vetës. Kjo lojë ka 2 pikë, pra fituesi fiton 2 pikë, 3 raunde. 2 raundet e mëhershme i takuan ekipit të RTK-s. Të shohim nëse KTV-ja do të jetë më vigjilente. Alba, për ty e kam fjalën. Përsëri është Genta. Tom Cruise është përgjigja e saktë. Genta! Gentiana! Mbaroj edhe loja e dytë në favor të ekipit të KTV-s, të RTK-s. Ta shohim rezultatin. Kjo është vetë strategji që ekipin kundërshtar me kape euforia. Me menu që fitu në lojë. Me humb 10 minuta të fundit. Është gjithçka fillimi, se cila garë ka pikët e veta. Rezultati është 5-2. KTV është në avantazh të kësaj loje. Ne kalojmë direkt te sfida e radhës. Hedhja e varseve të rrobave. Lojtari mban në dorë 10 varse dhe nga një largësi prej 2 metrash, i hedh ato në një shufër të vendosur horizontalisht në mënyrë që t'i varë ato.
Lojën e fiton ai që varr më shumë sosh. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë ka 3 pikë. Pra, si që e pam edhe në prezentim, loja e tretë është gjujtja e varseve. Ta shohim se kush nga ekipet, nga lojtarët do të luaj në këtë garë. Nga ekipi KTV si duket, do të luaj Amiri. Amiri ke që se i vetë varse. Koha nuk e ke të limitune. Duhet për gjëndrim. Prej këto, a voni të asë në Jo, edhe pak. Këtë, tek e pika. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Atër gjithë shka gati për Amirin që të i hedhë varset. 10 varse gjithsej për Amirin. Tentimi ti parë, shikojni se qëfar taktike ka Drini si krye trajneri Amirit, duke i treguar strategjinë e luftës. Tentimi dyti pa sukses shumë. Të shohem nëse do të arrijë që ta qëlloj së paku një varse. Drini tregot dhe për pak. Po ka efekt. Për pak që të e qëlloj një varse Amiri. Një motivim nga publika, ju lutem për Amirin pasi që ka pak frik. Edhe një herë të shton Amiri. Ka të dorën ma shumë që kur bjen me pun ma ka dalë. Hajde? Nuk funksionojnë edhe më te instruksionet e Drinit. Shohim nëse do të arrijë që të jap instruksionet të duhura Amirit. Sërish tentim i gabuar. Ja, po e shohim një tentim krejtësisht jashtë varsës nga Amiri, sigurisht nuk ka përvoj me varsët. Ja, tentimi parë. I suksesshëm është Amiri. Duar trokitje, ju lutem për Amirin. Të shohim në tentimin e fundit, nuk arrin Amiri, vetëm një varsë për Amirin. Amiri ka një qenim, është shumë ofër të sjell pikët e lojës së tretë ekipit të KTV-s. Ta shohim tani Dritoni do të luaj për ekipin e RTK-s. Ama të ndihmojmë ne. Via Mropa të via 4, edhe pak atë. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Dhe duhet ta nis lojën Dritoni, njeriu që në radio televizionin e Kosovës e kryen punën siç ka dëshirë të thotë të shkencës dhe teknologjisë, zakonisht i udhëheq emisionet e informatikës. Duar trokitje për Dritonin, një lutem. Tentimi i dytë i pa suksesshëm, edhe Dritoni e ka një trajner pranë vetës, është Resuli, i cili e humbi sfidën e parë, që po tenton të shpaguaj vetveten. Tentimi i radhës nga Dritoni pa suksesshëm. Edhe një tjetër këshill nga Resuli. Ja, Dritoni për pakta vendos varsën e parë. Gjithsesi një duhet ta ketë. Edhe një tentim i pa suksesshëm, edhe pse shumë afër është Driton Beqiri. Ju lutem, një duar trokitje për Dritonin. Tentimi pa suksesshëm, është shumë afër fundit Driton Beqiri që të i humbas këto pikë dhe arrin në fund. Faktikisht nuk arrin. Resuli një test. Po du me provu. Ju duke që me... Po vrejet se kush e kryen punën me varsën në shtëpinë. Gabimit e ekipi RTK-s ka qenë të përzgjedhja e lojtarit. Pra mbaroj edhe gara e tretë në favor të ekipit të KTV-s. Ta shohim rezultatin. Rezultati është 8-2. A vëzoni më mushti.
8-2 për ekipin e KTV-s. Një duar trofike, një motiv për sfidat e tjera. Kalojna në sfidën e radhës, ta shohim se çfarë kemi. Ping pong. Kjo loj luhet në shift. Njëri duhet ta shërbej bashkëlojtarin e tij me topa, kurse ky i fundit duhet i pres ato dhe t'i fus në shport. Loja zgjat 2 minuta. Fituesi i lojës është ekipi që ka futur më shumë topa në shport. Kjo loj ka 10 pikë. Pra, si që pam edhe në prezentim, loja e 4 është ping pong, nga 2 lojtarë do të luhet loja. Derisa ta zgjidhni ju të 2 lojtarët se kush do të luaj, ne të dashur miq e kemi një obligim komercial, shkputemi për pak momente marketingu, rikthehem sërish, qëndroni me ne. Rikthehem sërish në shohun më të ri, formatin më të ri, Super Sfida. Super Sfida është një format i ri, është kjo emisioni i dytë. Këtu në studio kemi 2 ekipe mjaft interesante, një ballafaqim mjaft interesant. Është ekipi i KTV-s dhe ekipi i RTK-s. Deri me tani kemi arritur 3 lojë. Në avantazh është ekipi i KTV-s, tani loja na pret, loja e radhës ping pong. Kush do të luajë nga ekipi ju? Ju 2. Atëherë ekipi i parë do të luajë RTK-ja. Ta shojmë se Resule e ka dorën e but për shërbimin e topa. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka gati dhe me të parën e qëllon Dritoni dhe të dytën. Shikojnë se çfarë caktësie nga Dritoni. 2 minuta loj për secilin ekip për të qëlluar sa më shumë topa në sport. Të shohim se cili ekip do të jetë më i sakt. Momentalisht KTV-ja prin 8-2. Mos e prek ato, s'ka lidhje. 2 topa në sport. 1 minutë e 35 sekonda kanë mbetur topi i tretë në sport për skuadrën e RTK-s, edhe i katërti. Ma me stil, ma mirë, Driton, kështu. Dritoni e qëllon edhe topin e 5. Në stilin kinez luan ping-pongun Dritoni. 1 minutë e 15 sekonda deri në përfundim të kësaj sfide për ekipin e RTK-s. Edhe një top për skuadrën e udhëhequr nga Dritoni. Vazhdon me saktësinë e tij. Minuta e fundit e kësaj gare. Edhe më tej duhet të ngutet Resuli me hedhjen e topave pasi që edhe 50 sekonda janë deri në fund. Mirë po duhet të jetë më i sakt në pasimin e tyre. Shikojeni këtë aftësi, po e pren topin si me zhilet. Oson gut. 35 sekonda deri në fund. Jeni duke dëgjuar edhe instruksionet nga të 2 anët, të mos ngutet. Sekondat e fundit të kësaj gare, shikojni se sa i aft dhe sa i sakt është Dritoni. Është dashur ndoshta edhe ta ndroj profesionin të mos merret me shkencë. Relax. 15 sekondat e fundit. I afrohet fundit ekipi këtë RTK-s, pardon, 9, 6. Atëherë do ta lusim me nisin që të i numëroj topat e Skef, veç Ronaldinho në sport veti ka bërë këto asiste. Kemi 2, 4, Nuk ka mungut se 8, 10, 12, 14 topa. 14 topa për ekipin e RTK-s, momentalisht ekipi që ka qëlluar më së shumti topa në sport. Dritoni u tregu shumë i suksesshëm këtë sport. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Gjithçka është gati edhe për ekipin e KTV-s, 2 minuta edhe për lojtarët
Drini dhe Alba duhet të i qëllojnë së paku 14 topa apo më shumë. Pasimet momentale të Albës lënë shumë për të dëshiruar. Shohim nëse Drini do t'jetë më i saktë se Dritoni, a topi i parë. Një duart rokitje për ekipin e KTV-s, vërtet do t'i ndihmon tek këtij ekipi. Vetëm një top deri tani në sport. Duhet të jenë më të qetë në pasimin e topave. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Roki ma kështu si... Alba shërbej topat pak në një. Vazhdon Drini me jo efikasitetin e tij, 1 minutë e 15 sekonda deri në fund, vetëm një top në sport. Po shihet që s'ke lujt ping-pong. Përqendro se mundesh me fitu. Po shihet që s'ke lujt ping-pong as ti. 1 minutë e 5 sekonda deri në fund. Minuta e fundit. Vetëm një top në sport deri tani për ekipin e KTV-s. Son për gjumë fort, ma but. Shërbimet më të buta kërkohen nga ekipi KTV-s, duhet jenë më të koncentruar definitivisht. 45 sekondat e fundit. Një mbështetje nga publiku, ndoshta do t'i ndihmon Drinit. Drin përqendrohu edhe 32 sekonda i kemi 30. Po du me polojnë... Mos të dorëzo! Ja dhe topi i dytë, edhe i treti. Duhet të vazhdoj me këtë efikasitet ekipi KTV-s, ja dhe topi i 4. 15 sekondat e fundit. Hajde, fine të afrojnë apaj. Shkoj me Duart Rokitje e lucim për ekipin e KTV-s. 9, 8, 6, 5, 4, 2. E përfundon gara. Bravo, Drini. Dhe është ekipi i RTK-s ai që ka triumfuar në këtë sfidë që i sjell gjithsejt 10 pikë. Pra, mbaruam edhe lojën e 4 në favor të ekipit të RTK-s. Dritoni u tregu shumë i suksesshëm këtë lojë. Driton, një duart rokitje për Dritonin. Drini edhe pse është sportist, ndoshta pak mundu më jalon fojnë Albës, nuk i shërbej ashtu siç duhet. Desa e mbërëm duhet. Por, ta shohim një rezultatin sa qëndron. Rezultati është 8-12 në favor të RTK-s. Keni një koment, Resul? Jo. Për këtë lojë? Vazhdojmë. Rezultati pritshëm? Okej. Ta shohim sfidën e radhës. Vrapimi me pengesa. Garuesi duhet të vrapojnë me këmbë të lidhura dhe t'i kaloj 2 pengesa. Të dy garuesi startojnë në të njëjtën kohë. Por ai i cili i pari i bën 2 xhiro kthehet te vendi i startit, aty ku e pret thyerja e 20 vezëve me kokë. Garuesi më i shpejt është fituesi i lojës. Kjo lojë ka 5 pikë. E pam edhe prezentimin e lojës së dytë, vrapimi me pengesa. Është një lojë interesante edhe kjo, ta shohim se cili po arrin t'i them vezët më i pari. Kush do të luaj nga ekipi i RTK-s dhe i KTV-s? Amiri dhe Dritoni. Kur t'jeni gati, mund të startojmë. Përqendroni për start. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Shkojmë. Loja starton. Shojmë se cili prej 2 garuesve do t'jetë më i suksesshëm, Dritoni apo Amiri. Dhe rrëzohet Amiri, jep përparësi Dritonit. Duhet të futet nën këtë pengesa, Amiri është më i suksesshëm për momentin. Amiri më i shpejt në gjiron e parë. Edhe një rrëzim nga Amiri. Duhet të përfitoj Dritonin nga kjo pengesa Amiri që të i ik pengesës së tij. Vazhdojmë Driton. Amiri vazhdon me tentimin e tij. Edhe
një tjetër rëzim. Hajde! Është Amiri që arrini pari. Hajde, ma shpejt! Të shojmë se kur të një thej vezët i pari. Hajde! Amiri duket më i shpejt për momentin. Vazhdon Amiri me thyrjen e vezëve seriozisht me kokë. Është KTV-ja që e fiton këtë sfidë. Ekipi KTV që fiton këtë sfidë. Vërtet një garë fenomenale, ishte një tuar trokitje tjetër për të dy garuesit. Një duar trokitje për Amirin dhe fitoren e KTV-s. Ta shojmë edhe rezultatin. Rezultati është 13-12 për KTV-n. Kjo kishe mirë me që loja fundit. Ta shojmë edhe sfiden e radhës se cila është ajo. Basketbol nga Kolovajza, luhatësja. Garuesi luhatet në Kolovajz dhe gjatë luhatjes ai e merr topin në këmbë dhe gjua në kosht për të shënuar. Gjuajtjet bëhen vetëm me këmbë. Lojën e fiton garuesi që shënon më shumë kosha. Koha është e limituar në 3 minuta. Kjo garë ka 10 pikë. Pra jemi në sfiden e 6, sfida e 6 basketbol nga luhatja, lojë shumë interesante. Besoj që se cili nga luhatja e keni provu, por jo në këtë forma, po? Një kombinim shumë interesant, basketbol nga luhatja, ta shohim se cile do t'jenë lojtarët e kësaj gares, dhe cilë do t'luajnë të partë. Po dashka të gjithë me lujtë, gjithë që kombinim. Po kombinim gjithsesi, po duhet zgjedhet cili do t'gjuj. Drini, të na. Drini. Okej, shkojna me ekipin e KTV-s. Vim ne i këshyrim atja, shumë i këshyrim. Hajda frema. Drini përgatitet për të shënuar kosh. Dren, kujdes. Janë 10 pikë, i keni vetëm 3 minuta. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Gjithçka është gati pra që ekipi KTV-s të vazhdoj me këtë e përsi që e ka. Do të tentoj Drini me të parën, 3 minuta për të dy skuadrat që të shënojnë sa më shumë pikë, edhe një tentimi të shtuar nga Drini. Të shohim tani në tentimin e tretë, nëse do t'jetë më i saktë Drini tenton edhe një herë. Hajde! Ju kisha lutur për një duar trokitje, për më shumë motivim. Drini! Ja dhe një tentimi pasak, shumë më afër ishte këtë herë Drini. Hajde! 2 minuta e 24 sekonda, 2-3 sekonda dërë në fund, ja tentimi i parë. Shënimi i parë për Drinin dhe ekipin e KTV-s. Edhe një tentim tjetër. 2 minuta i ka skuadra e KTV-s, kështu që duhet të jenë më të kujdesshëm, më të ngadalshëm. Ndoshta Amiri duhet të mundohet që ta drejtoj pak Drinin. Një tentim tjetër i pa suksesshëm, 1 minutë e 50 sekonda, publiku. Vazhdon skuadra e KTV-s me këto tentime deri tani, një shënim për ekipin që po udhëhiqet nga Drini. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Edhe një tentim i suksesshëm i skuadrës së KTV-s. Drini. Hajde! 1 minutë e 15 sekonda deri në fund. 2 shënime për ekipin e KTV-s. Shikojeni se si e kap topin Drini. Duhet ta shtyej më shumë Amiri. Tentimi pa suksesshëm ishte ky. Dhe tani po futemi në minutën e fundit.
Drini, Alba dhe Amiri duhet jenë më të suksesshëm në këtë minutë, të paku dhe 2-3 shënime. I kërkon publiku nga ju. 50 sekonda. 2 shënime, 2 tentime të suksesshme për ekipin e KTV-s. Gjuan Drini edhe njeri, pa suksesshëm, 35 sekonda deri në fund. Hajde, shpejt. Kërkon topa më të shpejt Drini, gjysmë minute ka mbetur. Edhe një gjuajtje për pak të shënoj koshtin e 3 Drini. Shpejt. 22-3 sekonda deri në fund, duhet ta marr topin sërish, më i kujdesshëm. Hajde, jepi. Të shohim tani se çfarë do të arrijë 15 sekondat e fundit. Publiku. Jemi në 10 sekondat e fundit. Ja dhe një kosh nga Drini, tentimi 3, 4, 3. Ka dole mikrofonin. 3 shënime nga skuadra e KTV-s. Bravo, Drini. Shkojmë edhe me një duar trokitje për ekipin e KTV-s, vërtet e ka merituar. Pa presim edhe ekipin e RTK-s. Një kombinim i kësaj lojre shumë interesant, një garë shumë interesante. Dritoni kësaj radhe do të provon të fitoj lojen. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. 3 minuta dhe për ekipin e RTK-s për t'i shënuar 3 ose më shumë kosha, si që po i thonë. Shohim nëse ekipi i RTK-s do t'jetë më i suksesshëm se sa KTV-ja në basketbol me luace. Mi dyti Dritonit i pa suksesshëm. Dritoni për ndryshe një adhurues i futbol që në fillim të emisionit tha se e ka të letë këtë lojë, 2 minuta e gjysmë, ja shënimi i parë. Pas 30 sekundave shënon për herë të parë, ekipi RTK-s edhe shënimi i dytë. Shumë afër që ta barazoj rezultatin me Drinin është Dritoni, ja! Shënimi i tretë për ekipin e RTK-s, që është duke treguar një saktësi më të lartë, edhe tentimi i 4 i suksesshëm. 2 minuta e 5 sekonda deri në përfundim të kësaj sfide dhe ekipi KTV-s veç është ulur në bankën e tyre. Bankën rezervë. Ja dhe shënimi tjetër i skuadrës udhëhequr nga Driton Beqiri. 1 minutë e 45 sekonda deri në fund. Duket se veç epiteti fituesit ka marrë fund këtu. Është skuadra e RTK-s që e ka fituar këtë garë, mirë po të mos ndalemi me përkraj edhe një tuar trokitje tjetër për Dritonin. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Gjuan Dritoni nuk arrin të shënoj. Deri tani 5 tentime të sakta për skuadrën e RTK-s, edhe një tentim tjetër i sakt. Edhe njerë skuadra e RTK-s arrin të shënoj që është pika 6 e tyre. Po e afrohemi minutës së fundit. Dritoni gjuan edhe njerë dhe nuk arritur të shënoj 6-3 momentalisht për skuadrën e RTK-s, derisa po futemi në minutën e fundit, ja dhe shënimi i 7 i skuadrës e RTK-s. Dritoni vërtet ka treguar një saktësi fenomenale, ja dhe shënimi tjetër 8-3 për skuadrën e RTK-s. Edhe më tej skuadra e RTK-s është duke prirë, shpresojmë se publiku nuk ka anuar për ekipin e KTV-s gjatë tërë kësaj kohë, pasi që janë qetësuar diçka. 30 sekonda deri në fund. 8-3 për skuadrën e RTK-s, Dritoni gjuan edhe një herë, tentimi pa sakt. Dhe ja po futemi në fazën finale të kësaj gare, publiku ju lutem. Një tuar trokitje, 10 sekondat e fundit. 8, 7, Hajde të fundit.
4, 3, 2, 1. 8-3 për ekipin e RTK-s. Veritan shumë i mirë ka. Bravo. Pra mbarum edhe lojën e 6, rezultati 22-13 në favor të ekipit të RTK-s. Dritoni i solli ekipit të vetë 10 pikë me këtë garë. Tani shkoj me lojën e radhës, por para se të shkojmë nga regjia me bëjnë me dije se lojtarët ka nevoj për një pauzë. Kalojna në marketing, rikthejmë sërish qëndroni me super sfidën. Të dashur miq, rikthejmë pas një hapësire publicitare, rikthejmë në formatin më të ri, super sfida. Super sfida është një format garus për gjithë ata që sapo janë kyqur në ekranin e super sfides. Ju njoftoj me disa regula, në çdo emision do të ballafaqohen 2 ekipe mes veti, ekipet, secili ekip ka nga 3 lojtar, ata do të garojnë në sfida të ndryshme. Tani në këtë emision i kemi 2 ekipe mjaft interesante, ekipi KTV-s dhe i RTK-s. Deri me tani kemi kaluar lojën e 6, na pret sfida e 7. Ta shohim se cila është sfida e 7. Vozitja. Njëri nga garuesit duhet të vozis në për një shteg të vështirë me shumë kthesa. Gara zgjat nga starti deri në fund të shtegut dhe nga aty garuesit duhet të kthehen përsëri në pikën startuese. Koha nuk është e limituar. Garën e fiton ekipi më i shpejt. Kjo lojë ka 15 pikë. Pra e pam edhe sfidën e 7 për të gjithë ata që tani janë kyqur në këtë format, është një garë mes 2 ekipe, këta ballafaqohen mes veti në gara të ndryshme, natyrisht që mund të bëni edhe ju pjesë, se cilin nga ju mund të dërgoni CV-t e juaja si ekip, natyrisht që edhe fotografi, aplikoni, bëni edhe ju pjesë e kësaj gare, ne ju presim në këtë skemë. Sfida vozitje, ta shohim se kush nga ekipi i KTV-s dhe RTK-s do ta luajë këtë lojë. Duke qenë bindur në fitore, këtë ja besojmë Gentianës. Gentiana. Dërsa ekipi KTV-s, këtë garja beson, Drinit. Shumë mirë. Nuk është në rritë të krejt lurat muhen nga tjenë, po si do qoftë le të vazhdan Drini, pra. Startojnë me ekipin e KTV-s. Drini, ja RTK-ja po. Janë duke hu, kështu që le të vazhdojnë. Ladies first. Ama këtu ka të bëjmë siguri, kështu që... Urdo. Gentiana, a mund të asistemi, po, ju mund të asistoni. Shkojmë edhe deri te motori, besoj që është gjithçka gati. Një asistent, nëse ka mundësi dikush ka njoftoj Gentianën. Kështu duhet hec? Jo, atje është. Arku? Kështu? Po. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Nisët Gentiana, të shojmë nëse çfarë suksesi do ta ketë, çfarë kohe do ta arri në 2 gjirot e saja. Me të parën. Arrin të kthesa e dytë Genta e Radio Televizionit të Kosovës. Një vozitje fenomenale e saj deri tani. Po e shihni se si janë duke përcjellur edhe 2 bashkëlojtarët e saj në këtë sfidë. Kthesa e tretë paksa më e vështirë për Kthehemi të parën. Bravo. Gentën e cila arrin ta përfundoj rrethin e parë, shkojmë me rrethin e dytë. Arrin të kthesa e dytë Genta, tani një kthes më e vështirë. Mirë po dhe atë kalon pa problem Genta dhe afër fundit shumë.
1 minutë e 5 sekonda për Gentën 2 radhët e saja. Duart Trokitje, i lutem. 1 minutë e 5 sekonda. Bravo Gentiana. Do të shojmë nëse ekipi KTV-s do të arrit ampost këtë kohë. Tani e ka radhen ekipi KTV-s, ta shojmë Drini. Drini një përqendrim. Drin. Sa, 1 minutë e sa? Paraqitje fantastike. Shumë rezultat i mirë i Gentionës. Besoj që Drini këtë lojë të ta vëdoj. Drin, samnat mos... Kjo lojë është duar daj. Drini, jepi shumë, hiq mos të Ku ishte fillimi? Atje fillimi. Ja, që t'ke. Që shpresh 2 sekonda. Ekipi KTV-s mund të asistoj. Pas ka me hile. Hajde unë jemi. Eri sa që ka bërë. E që nalë? Të përrin ashtë apo më shkej. Jemi gati për sfiden e 7. Kjo sfid ka gjithsejt 15 pikë. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Drini niset në një shpejtësi marramendse dhe zë kthesën e parë mjaft mirë. Shohim se si do të arritë kthesa e dytë, është një kthes mjaft e vështirë kjo. Dal mjaft mirë shpejtësinë e tij. Shohim tani kthesa e tretë. Kthesa e tretë është ajo që po i bën probleme garuesve. Dhe për pak të futet në pishinë Drini, megjithatë duhet të kthehet pak prapa. Shumë afër që ta përfundoj xhiron e parë është këtu skuadra e KTV-s që jep fund xhiros së parë. Duart Trokitje 33 sekonda për raundin e parë. 1 minutë e 5 sekonda për skuadrën e RTK-s. Drini është momentalisht afër kthesës së tretë. Dhe tani drejtë në pishinë. Sërish prapa për skuadrën e KTV-s. Dhe një dështim i vogël që do t'i humbas pak në kohë skuadrës së KTV-s para se të niset nga kthesa. Tani në përfundim të sfidës është Drini dhe ka përfunduar garën 1 minutë e 6 sekonda për Drinit. Për vetëm 1 sekond më ngadalë se sa ekipi RTK-s. Bravo, Genta, fitore. Bravo. Mbaroj edhe sfida e 7. Genta i solli fitoren e kësaj gare ekipit të RTK-s. Ta shohim edhe rezultatin. Rezultati është 37 me 13 në favor të ekipit të RTK-s. Kaloj në sfiden e radhës, ta shohim se çfarë i pret lojtarët kjo sfidë. Hedhja e lugës. Nga një lartësi e vogël, lojtari duhet ta hedh lugën në filxhanin e kafes. E shëlluar llogaritet hedhja kur luga arrin të mbetet brenda filxhanit. Lojtari gjatë hedhjes së lugës nuk guzon ta ulë dorën poshtë harkut. Lojtarët kanë të drejtë vetëm në 5 hedhje. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë llogaritet 2 pikë. Pra e pam edhe prezentimin e lojës së 8, hedhja e lugës. Është një garë që ka 2 pikë. Ta shohim se kush nga lojtarët. 2 pikë për lojën. Okej, Resuli lumë për ekipin e RTK-s. Humbja më e vogël, kështu që çdo pikë. Ti i pari. A bën me ushtru apo çdo pikë është me vlerë, Resul. A bën me ushtrime apo pa ushtrime? Duhet përqendrim maksimal, prej kësaj anët lutem. Kalo këtë, shumë bukur. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Çdo gjë është gati që Resuli të startoj. 5 lugë për t'i gjuajtur ato sakt në filxhanin që e ka përballë vetës. Tentimi i parë i pasakt. Nuk duhet ta fus lugën në atë rrethin të cilin po e shohim që është paksa i të dukshëm. Edhe tentimi i tretë i Resulit i pasakt. Kote kini. Edhe 2 lugë edhe 2 tentime për skuadrën e RTK-s. Okej. Mira. Resuli
E qëllon apo jo? Nuk e qëllon. Ja, këtë dush të rrit. Dhe ja dhe luka e fundit për skuadrën e RTK si pasat është Resuli. Ta presim edhe Albën e ekipit E tani Alba do t'jetë ajo që do ta udhëheq ekipin e KTV-s në këtë garë që i ka 2 pikë. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Mirë është? A moj? Po. Tentimi i pari pasakt për Albën. Edhe tentimi i dyti pasakt. Ana, kape ma ka... Qashtu? Ma push. Bravo. Ma ka bishti. Shojmë ja me njerë instruksionet e Drinit kanë sukses. E fut një luk në filxhan e o të dytën. E Drini strateg. Drini me të vërtet një strateg i shquar i kësaj loje ja dhe luka e tret në filxhan. 2 pikë të reja për skuadrën e KTV-s. Alba ishte shumë e sanë këtë loj. Po shqipës qarë shumë femra. Me siguri Alba e kalon ditën ma shumë profe. Pra, ta shojmë edhe rezultatin e tanishëm, edhe pse kjo loj kishte vetëm 2 pikë, rezultati është 37-15 në favor të ekipit të RTK-s. Çfarë na pret në sfidën e radhës? Ta shojmë. Lufta me jastëk. Sfidantët duhet të hipin mbi një trat 12 cm të zgjerë dhe nga aty të luftojnë me jastëk në dorë, derisa ta zbresin njëri tjetrin nga trari. Nëse një pjesë e trupit të garuesit e prek podiumin, atëherë ai e humb lojën. Po në rast se 2 garuesit bimë pavarësisht në të njëjtën kohë, brenda 2 deri në 5 sekonda, atëherë lufta përsëritet. Garuesit nuk kanë të drejtë të sulmojnë me zhymtyrët e tjera të trupit përveç se me jastëk. Janë gjithsej 5 lufta. Koha nuk është e limituar. Kjo loj ka 15 pikë. Lufta me jastëk, një garë shumë interesante. Këtë garë se cilë e kemi lujt në dhomën e fëmijëve, por kjo është pak një forma ndryshe. Ta shohim se kush do tjetë lojtari i RTK-s. Qëlloj me Resulin dhe Drinin. E ki syzat. E ki syzat se s'ma i përgjërsi. Sa ty ma kemë sy, ngry, a? Jo, s'ma i përgjërsi, për. Usë sa e fështirë që enka. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Vetëm e goditje. Loja Fillon starton. raundi i parë, shojmë nëse do tjetë Resuli apo Drinja i cili do të fitoj pikën e parë, është Resuli ai që e fiton pikën e parë. A përdojnë drita, najde. Presim edhe 2 garuesit e radhës. Pritni derisa t'ju hap shenjën. Edhe dritoni me... Mund të filloni. Amir Muset. Gjithçka është gati për të 2 garuesit, shohim se cili do t'jetë më i suksesshëm. Start. Muni me startun. Lufta me jastëk është emri. Bravo, Amir. Amir e fitoj raundin e dytë. Resuli rikthehet prap. Jeni gati? Ktheni në pozicionin, ju lutem. Ky është raundi i tretë. Jeni gati? Start. Garuesit e nisin raundin e tretë, Resuli kundër Amirit. 1-1 momentalisht rezultati. Amiri rrëzohet pa e prekur kush. 2-1 për skuadrën e RTK-s. E tani do t'i shohim vashat. I shohim edhe gjendën me Alben. Raundi 4. Me fillon? Kur t'jeni gati, mundu me startu. Këtë pozicion. Okej. Gati jeni? Start. 2-1 për skuadrën e RTK-s, edhe 2 raunde deri në fund. Shohim se kush do t'jetë fituese në këtë raund.
Alba po Genta është Loja përsëritur. loja përsëritur, rezultati barabartë. Ide e një gjyrimin këtyre. Loja përsëritet, ju lutem. Loja përsëritet 2 deri në 5 sekonda. Hajde. Edhe një tjetër tentim për Albën apo Gentën. 5 sekonda për afërsisht kohën e ngjashme, atë loja duhet përsëritet. Problem kjo nuk po mund. Përqendrim maksimal 15 pikën, është lojë shumë interesante. Shumë interesant. Shumë, 15 pikë, rikthehet A mund me rezultati. fillu? E doni shumë të lajta. Po, hajde drejt. Hajde. Gjithçka gati për raundin e 4. Alba kundër Gentës. Godite! Shohim se kur do ta fitoj këtë raund. Është skuadra e RTK-s që fiton 3-1 për ekipin e RTK-s. Shkoj edhe një herë. Edhe raundi i fundit tani. Me dritonin. Ktheu mbrapa Ktheu driton. mbrapa driton, në pozicion. Pozicion. Këto. Këto edhe pak. Jeni gati, kur jeni gati. Gati. Start. Edhe një e kema saj, okay. Momentalisht rezultati është 3-1, kjo është gara e fundit. Fundit, 5. Që do të thotë se ekipi RTK-s veç ka fituar, mirë po nëse dëshiron që t'ja kthesh pak mund ta rrëzosh në fytyrë. Dritoni me një stil të fshehur. Bravo! Fitore e RTK-s. Baroj edhe sfida e 9. Në favor të ekipit të RTK-s. Si që? Jo si gjithë, po në disa lojra. Kjo loj i dhuroj ekipit të RTK-s 15 pikë, ta shohim rezultatin. Rezultati është 52 me 15 në favor të RTK-s. Kemi akoma loj, rezultati mund të rikthehet. Po, vazhdojna me sfiden e radhës. Hap pa mas. Garuesve do të shërbehet para vetës ushqim i lloj-llojshëm, ndërsa ata duhet të hanë sa më shumë dhe sa më shpejt. Koha është e limituar në 3 minuta. Fiton ai që ha më shumë. Kjo lojë ka 5 pikë. Pra, si që pam edhe në prezentim, tani jemi në sfiden e 10, ha pa mas dhe ha shumë shpejt. Mirë po, para se të fillojmë lojen, shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthejmë sërish. Qëndroni me ne. Rikthejmë të dashur miq. Rikthejmë nga një hapësirë publicitare, jemi në emisionin Matri Super Sfida, është kjo emisioni i dytë. Këtu ballafaqohen 2 ekipe, ekipi KTV-s dhe ekipi RTK-s. Deri me tani kemi arritur në lojën e 9, kemi mbaruar faktikisht lojën e 9, jemi në lojën e 10. Mirë po për të gjithë ata që dëshirojnë të bëhen pjesë e kësaj gare, e kësaj sfide, ju lutem aplikoni, mos ngurroni, dërgoni CV-t e juaj si ekip, gjithsesi edhe një fotografi për secilin lojtar të ekipit. Ne ju presim këtu në këtë show shumë interesant, në këtë garë shumë interesante. Bëhuni pjesë edhe ju. Para të bëgjore, e kësha uru fitoren e ekipit dhe kësha në thonë se skuadrës toni kushtoj se në nëshmum këndërshtarin fillim. E kjo në sport është shumë e keqe. Strategia. Që nuk jeni matë mirë, po ju kena në nëshmu edhe për atë keni fitur. Në matë mirë nga konë shqit. Ishte strategji. Jo, këta normalisht është shumë mirë se shumica për të në hapat e pari, mësun këtë dhe, ma ndi kanë kalu. Edhe ma herës. Shumë mirë. Jo, ne dishim që në fund është ushqimi, do ishim me hangër për qevë. O, më stani nësujtë se këtë vëja vish njerës mirë, problem. Edhe shumë profesional. Rëtë këja i mba njerës të mirë dhe si shumë ku. Pra të shumë. Marënësishme është fabrika si dyqani. Ja, shumë gabi me ti. Ta shojmë garen, sfiden e fundit, kush do të luaj nga ekipi i këtë vëzë? Alba. Unë e hangra me... Resuli Unë nga ka ekipi marrë hangër RTK-s. bukë, kështu që... Po ja filloj. E presim kandonin.
Apo më ndihmoni ajo? O, zot, a bëjmë Kur me t'jeni fillu gati, këto me hame? filloni prej Ja, filloja pjatës prej parë. Hajde. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Mund të filloni të hani ju që jeni aty. Është Alba për ekipin e KTV-s dhe Resuli për ekipin e RTK-s. 3 minuta për dy garuesit që të përfundojnë sa më shumë ushqime. Hajde. Që e poshtë, hajde ta. Më duket se Jo me hangër, pjata e parë është vetëzira. veç mi shërby. Që mos i për ty. Lojtare tjerë Nuk mëni veç mi moj. shërby. Duket vërtet një lojë jo fair për shkak të madhësisë dhe gjërësisë së njërit dhe tjetrit garues. Megjithatë, Resuli më brengoset për këtë dhe vazhdon me grënjen. Për t'i fituar pikët. 2 minuta e 15 sekonda deri në fund. Se është kështu me... Hajde, jo tortën për fund, e zetë. Hajde, vesh. Ajo që po ndodh te ekipi RTK-s është një pregaditje. Po e sheni Genta Bravo. Mos pi uj. duke ndihmuar Resulit. Gjenta po asiston shumë mirë. Publiku më duket ka harruar se është në një emision show. Dua përgjigje ju lutem për ta garues që vërtet janë duke kaluar një fazë të vështirë në këto momente. 1 minutë e 35 sekonda deri në fund. Gjithsesi, Alba është e pjata do ta e fitoj këtë lojë. Qiriozit më duket. Për në plekset. Kam mbetur edhe 1 minutë e 20 sekonda. Amir asistoje, ndihmoni Albës. Jemi duke ofruar minutës së fundit dhe padyshim është Resuli ai që po prin. I është ofruar pjesës së dezertit të Resuli e këtij gjeti mënyrën. ushqimi. Shikojeni mënyrën se si e ka përcen njërën prej ushqimeve. Resuli është vërtet geniale kjo. 50 sekondat e fundit. Kapi qashtu me dorë. RTK është në Alba është në pjatën e pastës momentalisht. 40 sekondat e fundit. Resuli është e tortha, para mendojeni. Kapi me dorë, hajde. 30 sekonda deri në fund. Shumë afër që Radio Televizioni Kosovës apo ekipi i përbër prej Resulit, Tritonit dhe Gentës ta fitoj këtë sfidë. Jemi në 15 sekondat e fundit. Drini, Alba dhe Amiri. 4. Përfundon edhe kjo garë me fitore të ekipit të RTK-s. Për me mshel emisionin. Pasi nuk e hongri Alba. Hajde. Hajde, ma mirë me qemë se në dhurë. Qoj me mdojnë. Po e ti ko Alba së ka hongër. Sa i mirë për doka është. Po e ti ko Alba së ka hongër. Te kish hongër Alba. Mash. E ke përmbyll Disa shoku është kamera. E ke përmbyll në mënyrë të ëmbël. Dhe dashur miq, kjo është super sfida, në super sfidë ndodh gjithçka, një lojë e jashtëzakonshme. Këtu mbaron ky emision. Ekipi i RTK-s është fitues për këtë lojë. Një falenderim i veçantë për dy ekipet, me të vërtetë treguan shkallësitë e tyre, u munduan me mish e me shpirt ta fitojnë garën. Ne mbyllim këtë emision, por rishihem sërish në javën e ardhshme. Deri atëherë, mirë se takon. Lumi ai që kam i thyq ato voa.
Zakonisht na shqiptarët jemi mësu, kur është puna me vozit edhe aeroplan di me vozit.